impenjuar për shkak të detyrës jo vetëm si deputete më pas, po si ministre e drejtësisë. Zonjë, nuk po themi pjesë e mira, thash është trofeu juaj dhe është realizuar një gjë që unë për veten time personalisht nuk e kam fare kompleksin të them, sikur ai Spaku të ketë një mbështetës në fund, ai do jem unë media. Dhe kjo është nga gjërat, sepse unë shikoj në jetë gjatësi, Shqipëria kishte 35, kemi 35 vjet. Dhe këtu politikanit lartë nuk hynte një gjë më këmbë. Kemi, se 5 vjet ka Spaku, po kemi, po themi, 1 vit, 2 vjet, që këtu politikanit janë goditur. A kemi kritika për Spakun? Kemi sa, nuk kemi me mend se sa, por ky Spak është ai që pothuajse ne kishim ndruar. Tani, por janë disa gjëra, zonjë, që unë po pyes njeriu në dur, janë disa defekte që kanë dalë jashtë, domethënë parashikimeve të paktën tona, po ju si specialiste duhet i kishit parashikuar. Tani, pse ndodhen këto gabime, zonjë, me Spakun, me të tjera, se dhe vetë Partia Socialiste ka bërë kritika, zoti Rama çfarë nuk ka thënë. Pse nuk i parashikua ato, sepse ju duhet i dilni përpara çështjeve të tilla, që nga stoku i dosjeve, që nga mënyra se si funksionon një prokuror për masat e arrestit, që është tema më e debatuar dhe më e diskutuar, që aty mund të bësh në kodin penal një ndryshim, dhe të flasim realisht, nuk ka pse një qytetar shqiptar me një akuzë shumë të lehtë të përgoset masa arresti burg 6 muaj. Kjo është normale me standardin evropian që tha të bëhes. Çdo reformë kaq e thellë s'mund të jetë perfekte. Dhe aq më tepër që kur pika kryesore është ajo lufta ndaj varësisë së pushtetit gjyqësor nga politika, influencat e forta nga grupe të ndryshme në sistemin e drejtësisë, korrupsioni në sistemin e drejtësisë me gjyqtarët dhe prokurorët, po jo vetëm, të gjithë pjesën e aktorëve. Këto ishin fokusi kryesor. Patjetër, edhe aksesi qytetarëve në organet drejtësisë apo ato që ju thoni i përkthyer ndryshe stoku i dosjeve. Sepse fakti që ka një stok dosjesh do thotë që nuk kanë arritur dot të evadohen në kohën e dur. Dhe qytetarët dhe unë e di sot që në gjykatën e apelit administrativ veçanërisht presin me vite edhe për çështje të cilat të thjeshta lidhen sidomos me çështjet e pensionit. Dhe pensione. Që do thotë, do duhet të kishte një mënyrë tjetër në zbatim. Pse e them këtë? Sepse ligjet kanë qenë aty dhe janë parashikuara. Madje, kur ne përfunduam fazën e ngritjes së institucioneve dhe funksionimit të institucioneve, vinte faza e tretë, që konsideroi faza e konsolidimit dhe rezultateve të reformës në drejtësi, duke pasur një fokus veçantë në efektshmërinë e sistemit drejtësisë. Pra, për ta bërë sistemin e drejtësisë të efektshëm. Ndërkohë, në 2021 ka qenë një paket me 10 ligje që bashkë me aktorët e sistemit drejtësisë, bashkë me pjesën ndërkombëtare, ne që ishte po gjithashtu prekje e ligjeve kryesore, bëm disa ndryshime eksaktësisht për të rritur efektivitetin e efektshmërinë e sistemit drejtësisë. Pra për të mos pasur kaq kohë të gjatë të qytetarëve që presin në dyert e gjykatave. Në konceptin tim, shumë individual ky opinion, mendoj që disa gjëra në zbatim, veçanërisht nga këshillat e qeverisjes të sistemit drejtësisë, nuk arritën të realizoheshin ashtu siç do duhet të ishin. Cili institucion? Po flas këtu këshillat, KLG, KLP të dy. Që do të thotë, edhe për ta, patjetër ka pasur vështirësi se ishin institucione të reja, me një kuadër tërësisht të ri-ligjor, do duhet të bënin aktën ligjor. Që do të thotë, duke përfshirë që nga harta gjyqësore dhe deri tek rritja e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pra marrja masave, për të mundësuar plotësimin atij boshllëku që la procesi vettingut me largimin e gjyqtarëve. Si ta realizoni? Do ta realizoni ata? Si ta realizoni? Po ka disa masa, pra ka që nga numri i kandidatëve për magjistrat që hyjnë nga shkolla e magjistraturës, që ky do duhet të ishte në një numër më të shtuar. Do të rrisin numrin e. Eksakt. Pra që hyrjet në sistem. Ata mos gaboj 30-40 janë? Hyrjet në sistem kanë qenë 50 të paktën 2021, tashmë janë ulur në 10. Me vendimarrjen e re të kolegjës dhe KLP-s. Po pse ka ish pak zë?
Pra, unë nuk është se kam ndjekur reformën në drejtësi në kuptimin e detajeve. Po ju jeni informuar duke qenë për shkak të detyrës. Besoj, patjetër do duhet shikojmë dhe analizën që ata kanë kryer, por gjithë ideja është që nëse do të kishte një zbatueshmëri më të shpejtë edhe të asaj pakete që ne bëm 2021-shin për efektshmërinë e sistemit, eficiencën e sistemit drejtësisë, nuk do të ishte ky stok apo kjo kohë gjatë që qytetarët presin. Po lidhur me këtë që thashun për masën e arrestit, sepse unë këtu do të flisja si një, pra edhe në backgroundin tim, duke qenë kriminologe, pra duke qenë pjesë e shkencave penale, po e them kështu, penaliste. Se penaliste në base është fjalë e madhe, prandaj po tentoj ta ndaj. Se juristët e kanë një çik këtë problem, duan që të jenë të saktë në atë çfarë përshkruajnë. Unë besoj që ne kemi nevojë për një politikë penale shumë më të butë në konceptin dhe të kulturor, dhe të shoqërisë. Kur ti dëgjon dhe qytetarët, gjë e parë thonë, po, të arrestohet, të dënohet. Në fakt, është thjesht ndonjëherë edhe pjesë asaj çfarë vetë shoqëritë kalojnë në pjesën e tranzicionit edhe të kulturor, por edhe në atë që lidhet me politikën penale. Duke patur, dhe është e kuptueshme, duke patur gjithë këto vjet një pandëshkueshmëri reale dhe një mungesë barazie përpara ligjit, vetë kjo përkthehet në këtë dëshirë për të patur sa më shumë arrest në burg, dënime etj me radhë. Do të jetë një periudhë që do të kalojë dhe kanë kaluar dhe shoqëritë të tjera këtë pjesën e ashpërsimit politikës penale. Mjafton të shikojmë Italinë, mjafton të shikojmë vende të cilat kanë sistemin romano-gjermanik, siç ne e kemi, por ka nevojë për të patur një politikë më të butë penale, për gjitha veprat penale. Dhe këtë ne filluam me iniciativën që u ndërmor që në kohën kur unë isha ministre, rishikimi i kodit penal, një kodit të ri penal, për të pasur dhe një politikë penale shumë më të favorshme edhe Po bëjmë përpjekje për këtë zonjë? Tash, bësh një kod të ri penal nuk është gjë e lehtë për hir të vërtetës. Sepse nuk është ide merr kopje të një kodi edhe e bën ka shumë rrethana. Ka një ndryshim shumë të madh të kuadrit ligjor edhe dytësor që janë pjesë e kodit penal, dhe aq më tepër që duhet parafrohen të gjitha dispozitat me standardet e Bashkimit Evropian, edhe të legjislacionit në rastin konkret penal. Kështu që në këtë aspekt ajo besoj që është drejt fundit si proces, sepse ministri i drejtësisë e ka vijuar. Dhe shpresoj që të kemi një kod të ri, penal dhe kod në procedurë, që do doj dhe pjesën e konsultimit vetë me gjithë profesionistët, sepse thash është i vështirë të bëjmë një kod të ri. Zonjë, ju e përmendët këtë pjesën, por kur u bie juve politikanëve kjo fjala vjen në çështjen e zotit Velia, që për hir të vërtetës masa e arrestit është e egzageruar për veprën penale të paktën në fillim, pastaj se ç'ndodh i di prokuroria dhe gjykata ato. Por problemi është edhe politik. Ju jeni drejtuese e njësisë shtat prej 5 vitesh thatë. Pra keni punuar me zotin Velia që ishte drejtuesi i qarkut. A ju ka dëmtuar në fushatën elektorale fakti që drejtuesi i qarkut të Tiranës është në qeli? Tani ka pasur edhe një, padyshim, ditët e para kishte atë efektin e saj, jo si një dëmtim, por më shumë çuditërisht si një keqardhje. Kur them çuditërisht, e them për faktin që kishte një lidhje të qytetarëve, të banorëve të Tiranës edhe me drejtuesin politik, por me kryetarin e bashkisë, se është drejt për drejt. Meraku ishte gjithmonë në vazhdimsinë dhe në vijimsinë e proceseve, shërbimeve që bashkia ofron, duke pasur mungesën e kryetarit të bashkisë. Por unë besoj me çfarë ndodhi dhe çfarë u vijua më pas, unë të paktën nuk e kam ndjerë në zonë. Nuk e kam ndjerë në takime. U harrua Arioni, domethënë. Sepse mbase ka dhe nuk mund të them, sepse nuk dua të spekuloj as me fjalët edhe nuk do doja as të kishte një spekulim edhe të fjalëve të mia. Por unë besoj që ne, edhe unë veçanërisht, por edhe kryeministri ka bërë qartë që në pjesën e atyre që janë funksionarë, janë figura politike, janë njerëzit tanë, të Partisë Socialiste, po e quaj kështu, dhe që kanë një ballafaqim me organet e drejtësisë, do duhet që të vërtetën e tyre ta fitojnë me organet e drejtësisë. Dhe në këtë aspekt, unë shpresoj që zoti Velia t'ja dali në këtë betejë. Si e shikoni, ju jeni juriste dhe penaliste, e thatë vetë, si e shikoni çështjen? Tashti, më filluat me fjalën e keni qenë ministre drejtësie.
një ish ministre drejtësie dhe një jurist profesionist, kur nuk shikon fakte dhe aq më tepër është i përfshirë në politikë, s'mund të bëj koment të një çështje. Nuk kisha dyshim për atë kujdesin tuaj që do bërit në këtë drejtim, me thënë të drejtën. Zonjë, në takimet që ju keni me banorët, me zgjedhësit tuaj, cili është problemi që ata ju shtrojnë më shumë, që ju e keni hasur që është më i shpeshtë, sepse ata paraqesin aty problemet e tyre, çfarë mund të zgjidhet, çfarë mund të rregullohet. Patjetër, dhe unë kam preferuar në fakt, edhe ka qenë edhe një metodologji që gjithë, apo një mënyrë e thëndryshe, që gjithë deputetët, drejtuesi njësive politike në Tiranë, dhe në gjitha qarqet e kanë aktivizuar me qëllim që të dëgjojmë qytetarët, pra çfarë shqetësime kanë. Jo thjesht ne flasim programin tonë elektoral, çfarë duam të bëjmë, çfarë kemi bërë etj me radhë, po dhe për të dëgjuar nga ta. Këtë e kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme edhe kur filloi të ndërtohej skema e re e pensioneve. Po lidhur me këto që thashun për masën e arrestit, sepse
Unë këtu do të flisja si një, pra edhe në backgroundin tim, duke qenë kriminologe, pra duke qenë pjesë e shkencave penale, po e them kështu, penaliste. Se penaliste në basë është fjale madhe, prandaj po tentoj ta ndaj. Se juristët e ka një çik këtë problem, duan që t'jenë të sakt në atë çfarë përshkruajnë. Unë besoj që ne kemi nevojë për një politikë penale shumë më të butë në konceptin dhe të kulturor, dhe të shoqërisë. Kur ti dëgjon dhe qytetarët, gjëja e parë thonë po, të arrestohet, të dënohet. Në fakt, është thjesht ndonjëherë edhe pjesë asaj çfarë vetë shoqëritë kalojnë në pjesën e tranzicionit edhe të kulturor, por edhe në atë që lidhet me politikën penale. Duke patur, dhe është e kuptueshme, duke patur gjithë këto vjet një pandëshkueshmëri reale dhe një mungesë barazie përpara ligjit, vetë kjo përkthehet në këtë dëshirë për të patur sa më shumë arrest në burg, dënime etj. Me radhë. Do të jetë një periudhë që do të kalojë dhe kanë kaluar dhe shoqëri të tjera këtë pjesën e ashpërsimit politikës penale. Mjafton të shikojmë Italinë, mjafton të shikojmë vende të cilat kanë sistemin romano-gjermanik, siç ne e kemi, por ka nevojë për të patur një politikë më të butë penale, për gjitha veprat penale. Dhe këtë ne filluam me iniciativën që u ndërmor që në kohën kur unë isha ministre, rishikimi i kodit penal, një kodit të ri penal, për të pasur dhe një politikë penale shumë më të favorshme edhe Po bëjmë përpjekje për këtë zonjë? Tash, bësh një kod të ri penal nuk është gjë e lehtë për hir të vërtetës. Sepse nuk është ide merr kopje të një kodi edhe e bën ka shumë rrethana. Ka një ndryshim shumë të madh të kuadrit ligjor edhe dytësor që janë pjesë e kodit penal, dhe aq më tepër që duhet parafrohen të gjitha dispozitat me standardet e Bashkimit Evropian, edhe të legjislacionit në rastin konkret penal. Kështu që në këtë aspekt ajo besoj që është drejt fundit si proces, sepse ministri i drejtësisë e ka vijuar. Dhe shpresoj që të kemi një kod të ri, penal dhe kod në procedurë, që do doj dhe pjesën e konsultimit vetë me gjithë profesionistët, sepse thash është i vështirë të bëjmë një kod të ri. Zonjë, ju e përmendët këtë pjesën, por kur u bie juve politikanëve kjo fjala vjen në çështjen e zotit Velia, që për hir të vërtetës masa e arrestit është e egzageruar për veprën penale të paktën në fillim, pastaj se ç'ndodh i di prokuroria dhe gjykata ato. Por problemi është edhe politik. Ju jeni drejtuese e njësisë 7 prej 5 vitesh fat. Pra keni punuar me zotin Velia që ishte drejtuesi i qark. A ju ka dëmtuar në fushatën elektorale fakti që drejtuesi i qarkut të Tiranës është në qeli? Tani ka pasur edhe një, padyshim, ditët e para kishte atë efektin e saj, jo si një dëmtim, por më shumë çuditërisht si një keqardhje. Kur them çuditërisht, e them për faktin që kishte një lidhje të qytetarëve, të banorëve të Tiranës edhe me drejtuesin politik, por me kryetarin e bashkisë, se është drejt për drejt. Meraku ishte gjithmonë në vazhdimsinë dhe në vijimsinë e proceseve, shërbimeve që bashkia ofron, duke pasur mungesën e kryetarit të bashkisë. Por unë besoj me çfarë ndodhi dhe çfarë u vijua më pas, unë të paktën nuk e kam ndjerë në zonë. Nuk e kam ndjerë në takime. U harrua Arioni, domethënë. Sepse mbase ka dhe nuk mund të them, sepse nuk dua të spekuloj as me fjalët edhe nuk do doja as të kishte një spekulim edhe të fjalëve të mia. Por unë besoj që ne, edhe unë veçanërisht, por edhe kryeministri ka bërë qartë që në pjesën e atyre që janë funksionar, janë figura politike, janë njerëzit tanë, të Partisë Socialiste, po e quaj kështu, dhe që kanë një ballafaqim me organet e drejtësisë, do duhet që të vërtetën e tyre ta fitojnë me organet e drejtësisë. Dhe në këtë aspekt, unë shpresoj që zoti Velia t'ja dali në këtë betejë. Si e shikoni ju jeni juriste dhe penaliste, e thatë vetë, si e shikoni çështjen? Tashti, më filluat me fjalën e keni qenë ministre drejtësie. Një ish ministre drejtësie dhe një jurist profesionist, kur nuk shikon fakte dhe aq më tepër është i përfshirë në politikë, s'mund të bëj koment të një çështje. Nuk kisha dyshim për atë kujdesin tuaj që do bërit në këtë drejtim, me thënë drejtën. Zonjë, në takimet që ju keni me banorët, me zgjedhësit tuaj, cili është problemi që ata ju shtrojnë më shumë, që ju e keni hasur që është më i shpeshtë, sepse ata
paraqesin aty problemet e tyre, çfarë mund të zgjidhet, çfarë mund të rregullohet. Patjetër, dhe unë kam preferuar në fakt, edhe ka qenë edhe një metodologji që apo një mënyrë e thëndryshe, që gjithë deputetët, drejtuesi e njësive politike në Tiranë, dhe në gjitha qarqet e kanë aktivizuar me qëllim që të dëgjojmë qytetarët, pra çfarë shqetësimesh kanë. Jo thjesht ne flasim programin tonë elektoral, çfarë duam të bëjmë, çfarë kemi bërë etj me radhë, po dhe për të dëgjuar nga ta. Këtë e kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme edhe kur filloi të ndërtohej skema e re e pensioneve. Ashtu siç e kemi bërë kur kishim një ndryshim të pagës minimale, shumë mbase një vit apo pak më shumë. Besoj ata pensionistët namin ju bëjnë aty kur bëni takime, ju kërkojnë rritje pensioni. Ideja është patjetër, pensionistët duhet të kenë pension më të lartë. Por ne sot dhe unë kur shkoj në takime me pensionistët, që nuk i kam të pakta, po edhe me qytetarët, kur ti thuaj që po, është ky fakt që ne kemi një numër të lartë pensionistësh, që nuk është faj tyre, dhe kemi një buxhet të tillë që subvencionohet nga ajo çfarë vijnë nga detyrimet e atyre që punojnë, që janë marrëdhënie pune. Dhe sot në programin elektoral ne kemi një element shumë të rëndësishëm që ata të paktën e pëlqejnë dhe janë të inkurajuar në atë, ku vetë paga, pensioni minimal do të jetë 200 euro dhe pensioni mesatar është 400 euro. Problemet janë nga më të ndryshmet, që nga, po them, krasitja pemëve, edhe deri tek ato që lidhen me komunitetin dhe gjithë pjesën e qytetarëve apo banorëve të Tiranës. Duke filluar edhe nga problematika të korrupsionit. Si ka filluar që rrugët nuk janë aq të pastra sa kanë qenë? E keni shumë gabim. Unë juftoj, zoti Shafoku, në njësi numër 7, një ditë kur të do ju, një shëtitje që të kryqëzimi i 1 dhjetorit deri te kryqëzimi i Fakultetit të Inxhinierisë. Absolut. Për mua do me thënë është tërësisht një gjë e cila nuk dua të them. Në darkë në orën 7, kaloni aty. Aty kaloj, sepse aty kam dhe zyrën elektorale. Dhe më besoni, jo vetëm pjesa e pastërtisë, po gjithë elementet tjera shërbimeve që ofrohen nga bashkia janë shumë të mira. Patjetër ka nevojë për përmirësim, flasim për një Tiranë shumë të rritur. Ju nuk kaloni nga kryqëzimi deri te kjo rruga që them unë, deri te është ai bar Oslo. Ajo aty është mund të ketë një javë pastruar. Po keni gabim sepse ajo është tërësisht një rrugë e re. Nuk e kaluar. Ajo është rrugë e re dhe bie shumë sy madje. Është tërësisht një rrugë e re. Se është shtruar, po dhe shpisësh me plera. Mirë, do ta verifikoj. Duke qenë dhe një qytetar dhe banor i njësisë numër 7, do ta marr shqetësimin, do ta verifikoj. Ja, unë të falenderoj shumë që e merr shqetësimin dhe verifikon se mundet edhe të tregojsh indiferente. Dhe do ta përmirësoj madje nëse ka një gjë. Do ta shikojmë këtë. Zonjë, vinte pjesa e qeverisës madhe, po themi. Ju keni qenë pjesë e kabinetit të zotit Rama. Si kanë qenë ato 4 vite tuajat si ministre? Unë ato 4 vite i mora kështu, duke ardhur dhe nga një jashtë politikës, po them. Me një eksperiencë më shumë shoqëri civile. Tani ju jeni duke thënë që tani ti isha bërë ministre drejtësie. Ka një unë besoj që nuk ndodh asgjë rastësisht, sepse në momentin që vjen edhe me dëshirat për të realizuar disa për të dhënë disa kontribute dhe për të pasur disa rezultate. Mua më qelloi që dhe fat në fakt, por dhe nga ana tjetër përgjegjësi që reforma drejtësisë apo filloi të zbatoj. Dhe në aspektin profesional, duke qenë pjesë e grupit atyre që u morën me reformën drejtësi, kjo gjë më dha një lehtësi, më ndihmoi. Ashtu si dhe sistemi burgjeve, meqense isha marrë kohë me burgjet në shoqëri civile. Pra ishin 2 elemente të cilët janë gjërat më të vështira kur thon Ministria e Drejtësisë apo burgjet. Dhe reforma shtuar në pjesën e saj. 4 vjet kanë qenë 4 vjet vështira. Të vështira? Shumë të vështira. Qelloi dhe pandemia, në fakt. Me tërmetin. Edhe tërmeti. Ku do duhet të merrja dhe vendime shumë vështira që ishin dhe për herë. Cili ka qenë vendimi më i vështirë? Vendimi më i vështirë ka qenë lirimi i përkohshëm i të burgosurve, të dënuarve me rrezikshmëri të ulët për 6 muaj, 3 muaj fillimisht dhe 3 muaj më pas, në kohën e pandemisë, për të liruar kapacitetet e qelive me qëllim që
të dënuarit dhe të paraburgosurit mos sëmurëshin, mos infektonin njëri tjetrin. Këtë po e thoni për e të parë, zonjë. Aty ka qenë. Jo, aty ka qenë, po. Domethënë ju jeni duke thënë që morët një mas për efekt të pandemisë brenda burgjeve dhe ata që kishin mbetur 3 deri në 6 muaj, i keni liruar. Me procedurë ligjore, që t'jemi qartë. Po sigurisht, se nuk është shmend të t'i lironi t'ju, jo. Dhe ajo ka qenë vendimi më vështirë. Pati efekt? Unë mund t'ju them, zoti Qafoku, që në 600 të dënuar, që flasim me rrezikshmëri të ulët, 1 deri në 2 vjet, 6 muaj e tjerë. Përveç një rasti që e kujtoj, i cili kishte veproi me një rast dhune në familje dhe u kthye përsëri në qeli. Të tjerët? Gjithë pjesa tjetër ka respektuar me përpikmëri çdo lloj parashikimi që ishte vendosur dhe u kthyen të gjithë në burg. Do të thënë ata 3 deri në 6 muaj ndeten në shtëpi dhe pastaj u kthyen për pjesën e mbetur. Për pjesën e mbetur. Dhe vetëm një rezultoi që bëri përsëri një krim. Dhe u kthye po. Që ishte ky person? Jo, sigurisht do thonë jemi, po me pandeminë si edhe të dua nuk e mbaj mend. E të duash nuk e marrë. Po me pandeminë si doli situata e burgjeve? Pati viktima? Ne nuk kemi pasur raste për fat mirë të humbjes së jetës në burgje. Fare. Përveç një rasti që ishte me sëmundje kronike, që ishte. Do të ka vdekur vetëm një, do të në gjithë pandemi vetëm një, nga asaj rreth 6000 mos gaboj. Në atë kohë pothuajse kanë qenë rreth 4900, se po më çon zoti Qafoku në disa gjëra që i kisha dhe harruar në fakt. Jeni ministre drejtësisë dhe 14 ministre drejtësisë, jeni ministre më e gjatë. A i dini këtë që jeni ministre më e gjatë e drejtësisë në mas të vitit 90? Mund t'ju them dhe një kuriozitet tjetër që edhe ministre e parë grua. Edhe kjo ministre e parë grua. Domethënë nuk e di si u ka shpëtuar ju në gjithë pjesën e asaj që analizoni. Po keni aq shumë gra në një qeveri sa e drejtësisë fola. Po mirë, në drejtësi, po keni aq shumë gra sa tani janë thyer këto. Po ja, kjo është gjë e mirë në fakt, se tashti po kalojnë atë rolin tjetër të mbrojtjes drejtave të grave. Po? Duke pasur edhe këtë përgjegjësinë nga Këshilli i Evropës si raportere përgjithshme. Po të shohim edhe në pjesën e barazisë gjinore, në mundësitë që janë dhënë grave, për që në nivelet më të larta qeverisëse, për që në nivelet më të larta drejtësuese, vetëm Partia Socialiste i ka bërë. Dhe po të shohim listën sot të kandidatëve, më shumë janë gra. Pra, në listë të mbyllur në Tiranë keni 8 gra dhe 4 burra. Tani, që do thotë kuota gjinore është superuar. Kisha një zonjë të nderuar unë këtu, ju besoj njëni se vi Marbana, e cila nuk ndan të njëjtën mendim me ju. Edhe unë jam shumë dakord me atë. Do të thënë, zonjë, e para, unë do isha shumë i lumtur që të kishte gra për shkak të cilësive të tyre, jo për shkak të një rregulli 1/3. Tash, unë kam një teori tjetër në këtë dhe një filozofi tjetër që ndjek dhe jo vetëm unë. Kjo është një po them teori apo një lëvizje konsoliduar tashmë në gjithë Këshillin e Evropës, në 46 shtetet. Sot gratë në të gjitha vendet, jo vetëm Shqipëri, por në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian, nuk i kanë mundësi të barabarta siç i kanë burrat. Madje është shumë interesante që në një studim të Parlamentit Evropian, një studim të një organizate që është pranë Parlamentit Evropian, ishte parashikuar se nëse ne do të vazhdojmë me të njëjtat ritme që ritmet kanë qenë të shtuara, edhe për Parlamentin Evropian, por dhe parlamentet e vendeve të Këshillit të Evropës, do duhet që në 2046 të kemi një barazi midis numrit të burrave dhe numrit të grave edhe në përfaqësimin politik. Që do thotë, për sa kohë që kemi këtë problematik, kuota gjinore ndihmon, dhe nuk do thotë që gratë që janë me kuotë gjinore, apo janë gratë të cilat janë aty, nuk kanë cilësitë e tyre, sepse kuota gjinore ndihmon që ti të garantosh që 30% të jenë gra. Por ne shohim sot që në listën tonë, edhe në listën e mbyllur, janë më shumë gra dhe nuk janë për kuotë gjinore. Janë për faktin që kanë cilësitë e tyre profesionale, personale, politike, për cilë njërisi edhe në këtë përfaqësim. Zonjë, të lutem, po, për shembull, në aspekti politik mund të jetë zonjë e nderuar në punë të saj, po Ilva Gjuzi mua nuk më thon gjë. Unë nuk dua të komentoj sepse nuk dua të komentoj emrat përveçëm, por dua t'ju them në atë çfarë ka qenë parimi kryesor. Po, se për shembull Iris Luarasi s'ka nevojë për të qenë politik për të bërë një emër. Iris Luarasi ka bërë emrin. Po zonja Ilva Gjuzi, thash, nuk kam gjë personaliste se njoh.